Mandati i presidentes së Kosovës, Vjosa Osmani, përfundon më 4 prill të vitit 2026 dhe sipas kushtetutës së vendit, presidentja duhet të zgjidhet më së voni deri më 4 mars, përkatësisht 30 ditë para përfundimit të mandatit aktual. Në këtë kontekst, deklarimi i presidentes Osmani se synon edhe një mandat të dytë ka hapur debat publik dhe politik, por sipas analisit politik Ganishari, ky synim është jo vetëm i arsyeshëm, por edhe i domosdoshëm për interesin shtetëror të Kosovës. Qari vlerëson se duke qenë se deri më tani nuk ka asnjë kandidat serioz që pretendon postin e të parit të shtetit, kërkesa e presidentes Osmani për një mandat të dytë vjen pas një mandati të suksesshëm dhe rezultateve konkrete. Pas një mandati shumë të suksesshëm si një nga presidentet më me renome që ka pasur Kosova, kërkesa e saj për një mandat të dytë është e arsyetuar me argumente shumë bindëse dhe në mënyrën më të mirë të mundshme. Ajo me të drejtë synon postin e presidentes dhe duhet të mbështetet nga të gjithë, edhe për një mandat tjetër, thekson Qari për bota sot. Ai kujton se zgjedhjet e fundit të parakohshme kanë prodhuar një rezultat të favorshëm për krijimin e institucioneve të qëndrueshme dhe një qeverie stabile për 4 vite të ardhshme, duke ulur rrezikun e bllokadave politike që kanë karakterizuar të kaluarën. Sado që para zgjedhjeve partitë opozitare shfaq një luhatje, numrimi i votave të diasporës mund të sjellë ndryshime minimale, por tashmë besoj se opozita ka marrë mend dhe nuk do të hyjë në aventura të reja për ta çuar vendin sërish në zgjedhje, vlerëson ai. Sipas Qarit, opozita nuk ka asnjë arsye reale për të mos e mbështetur zgjedhjen e një presidenteje që ka dëshmuar sukses të jashtëzakonshëm në politikën e jashtme dhe në forcimin e subjektivitetit ndërkombëtar të Kosovës. Nuk ka asnjë arsye që të mos e mbështesin kandidaturën e një zonje brillante dhe jashtëzakonisht të suksesshme, e cila vetëm brenda këtij viti i solli Kosovës 4 njohje të reja ndërkombëtare, thekson Qari. Ai nënvizon se presidenti Osmani ka arritur të ruajë në mënyrë të shkëlqyer barazpeshën politike të Kosovës edhe në planin e jashtëm, duke kultivuar marrëdhënie të drejtpërdrejta dhe të respektuara me liderët më të fuqishëm botror. Ajo ka ndërtuar kontakte të shkëlqyera me udhëheqësit kryesorë ndërkombëtar, nga shefi i NATO-s Mark Rutte deri te presidenti i SBA-ve Donald Trump. Është pritur me respekt dhe dashamirësi, duke nderuar vendin dhe duke ngritur imazhin e Republikës së Kosovës në arenën ndërkombëtare, shpreh Qari, duke ju referuar zhvillimeve të fundit politike. Analisti thekson se pas zgjedhjeve të 28 dhjetorit, opozita nuk gjendet më në pozitë për të krijuar bllokadë për zgjedhjen e presidentes. Votimi i doktoresh Vjosa Osmanit për mandatin e dytë është plotësisht real. Opozita nuk ka më fuqi të bllokojë procesin pa e dëmtuar rënd vetveten, theksoi ai. Qari rikujtoi se sipas kushtetutës në 2 raundet e para për zgjedhjen e presidentes, nevojiten 80 vota në kuvend, ndërsa në raundin e tretë mjaftojnë 61 vota, por me kushtin që në sallë të jenë të pranishëm së paku 80 deputet. Pas vendimit të fundit të gjykatës kushtetuese, deputetët janë të detyruar të qëndrojnë në sallë dhe kuorumi nuk guxon të rrezikohet. Madje besoj se nuk do të ketë nevojë të shkohet as në raundin e tretë për një personalitet si doktoresh Vjosa Osmani, thot Qari. Sipas tij, zgjedhja e Osmanit do të ishte një zgjedhje më e mirë për vendin dhe do të shmangte një skenar të ri zgjedhjesh të parakohshme, që do ta lodhën edhe më tej elektoratin. Në të kundërt, vendi do të detyrohej sërish të shkojë në zgjedhje të reja, ku mos së keqi do ta pësonin pikërisht partitë që kanë humbur, dhe në këto zgjedhje paralajmëron ai. Në fund, Qari ndalet edhe te deklarimi i presidentes Osmani se nëse nuk rizgjidhet, ajo mund të rikthehet politikës aktive. Sipas tij, kjo do të hapte një kapitull të ri, veçanërisht për LDK-n. Kosovës nuk i duan parti të reja, por emra të rinj të dëshmuar. Doktoresh Vjosa Osmani do të ishte zgjidhja ideale për ta udhëhequr LDK-n, për ta rikthyer frymën në rrugë Ovjane dhe për ta kthyer këtë parti në rrugën e suksesit, përfundon Ganishari.